Jemi rikthyer në studio. Kati është e pa mundur të qëndroj një sekond gati për të folur, se gjithmonë ka diçka për të bërë. Si je sot? Jam shumë mirë. Gëzohem shumë që je shumë mirë. Dhe jemi gati, do me thëmë, për të filluar recetat që neve do të përcjellim për ambisa sot. Po më përpara më lejoj që ti përshëndes dhe ti ftoj këtu te këndi jon për të treguar recetat që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Siç e shikoni, këtu kam patlıcan edhe kungulleshka, të cilat i kam prerë në kubik të vegjël, kam pasur në ujë më përpara me pak krip. Siç shikoni dhe kungulleshka se e pash tani në kamera, duhet bërë kjo, si thua, gërvishja me qëllim që të hyjë, domethënë të zihen, të piqen, se ndryshe ato janë ngelen të forta, qyllose nga brenda dhe nga pjesa e lëkurës ngelen të forta. Prandaj bëhet ky veprim. Ndërkohë që kemi vendosur edhe mishin që të na bëhet gati, neve kemi përzgjedhur mish biçi, do të shtojmë këtu tani, i kemi bërë një kavërdisje, kemi përshpejtuar këtë recetë që është e vërteta sepse kemi edhe gjëra të tjera për të treguar dhe për të arritur në përfundim gatimet tona që edhe juve t'i shikoni të përfunduara, kemi filluar domethënë me kavërdisjen e mishit që sigurisht të gjithë e dimë mënyrën se si kavërdiset. Pra e hedhim në një tenxhere ose tigan që kemi shtuar i ndyrë dhe më brapa shtojmë racionet e mishit dhe i kavërdisim nga të ranat. Më brapa shtojmë këtu qepën edhe vetëm edhe hudra, sikur shoh? Qep dhe hudra, po, qep dhe hudra. Kam hedhur 2-3 thelpinj hudër, të cilat këto i kam lënë kështu të plota, nuk i kam gri. Po, okay. Juve sipas dëshirës edhe mundet, domethënë, që t'i grini. Ndërkohë tani do të shtoj krip. Unë kështu e pregatis, si thua, gatimin tim, në momentin që shtoj mishin për të kavërdisur, fillimisht, domethënë, sa të kavërdiset nga gjitha anët, nuk i hedh krip, pastaj e shtoj kripën. Pra ju kam thënë gjithmonë, dua që mishi im të më ngelet i butë në brëndësi dhe mos të më thajet. Prandaj bëhet kjo, se kripa është ajo që ndikon, domethënë, për heqjen e lëngjeve, e than mishin. Prandaj hidhet edhe në këtë moment. Do kam thënë dhe herë tjetër, është e kundërta e kripës. Tani kemi shtuar edhe kripën, edhe piperin, një kavërdisje domethënë të lehtë që të na zbuten pak, por ndërkohë që neve këtu sa të marri pak kavërdisje kjo. Dua të them për punën e këtyre patlıcanëve dhe të kungujve. Siç i kemi kështu në tavë, prandaj kemi vendosur në tavë, ose i kavërdisni në tenxhere me pak yndyr, ose siç i kemi kështu, i vendosim në një tavë, i spërkati me vaj, si do t'i bëj unë tani me vaj edhe me krip, dhe do t'i vendosë në furrë, domethënë që të më bëjnë gati. Dhe unë këtë e bëj sepse sot kam menduar, domethënë, për të përgatitur bukë, edhe kam furrën të nxehtë. Nëse juve nuk e keni, domethënë, në ndërmend të bëni ndonjë bukë, nuk ka nevojë dhe s'është e domosdoshme të ndizni furrën, i bëni kavërdisje siç ju thash më përpara në një tigan apo dhe në një tenxhere, por me pak yndyrë, jo t'i skuqni, t'i kavërdisni. Para se t'i hidhni tek pjesa. Po ju bëjeni edhe një bukë sot, se s'u bënami. Ja do t'ju tregoj, neve do të bëjmë një bukë me ullinj, po, dhe e bëjmë atë sepse do të bëjmë dhe një sallatë, që do të bëhet me kastravec, me domate, me qep, edhe me borzilok. Një salat vere. Një salat vere, po, ashtu është edhe titulli i recetës. Vërtet, ani shohem një recetat. E vendos këtë në furrë. Po. Atëherë, së bashku, shohem një çik në ekran recetat e ditës së sotme. Mish viçi me patlıcan e kungulleshka, na duhen 2 qep mesatare, 2 thelpinj hudra, 6 racione mish viçi, 2 patlıcan, 3 kungulleshka, 5 domate, gjysmë lugë salcë domatesh, 1 gjethe dafine, 1 filxhan lëng mishi, majdanoz, krip dhe piper. Tani, duken si shumë, po në fakt janë pothuajse përbërës që në çdo gjellë që ju do të bëni, do të jenë pranishme, qepa, hudra, jo se ka ndonjë gjë shumë. Tani siç e ashtu nuk e din nëse na pan ambisat, shumë mirë. E shikojmë tani që pasi kemi kavërdisur dhe qepën me hudrat, pra filluam me mishin, shtuam këtu domate. Pra, siç e pat, domate të freskët. Nuk hedh asnjë gjë tjetër, thjesht domate të freskët. Nëse doni të shtoni edhe gjysmë lugë pelte domate për ta forcuar pjesën e kësaj salcës që të japi më tepër ngjyrë. Tani fillojmë, domethënë, pranverë verë që të bëjnë këto salcat të jenë sa më të lehta dhe e dim shumë mirë që domatja është ajo që e bën të lehtë. Ndërkohë që mund të shtoni edhe një majës krip, më falni sheqer, për të mbëlsuar domate, nëse domatet janë domethënë të tharta dhe nuk e kanë atë shijen e mirë. I heqim këto neve tani, do t'ullim temperaturën,
Dhe sigurisht do t'i shtoj vetëm pak ujë, jo shumë. Do me thënë dhe do t'a lënë në temperaturë të ullët në mesatare juve në shtëpi. Gjithë sekreti i gatimeve është kjo, temperatura e ullët që të bëhet gjella avash. Vetëm ajo e jep cilësinë e gjellës, asnjë gjë tjetër. Sigurisht edhe produkte që duhet të jenë cilësore. Por jo ujë, verse me lëngjet e veta dhe gjella bëhet shumë e mirë dhe e shishme. Dhe me këtë fjalin tënde produkte cilësore, të prezantoj ca produkte cilësore? Po, më t'i prezantosh Anif, sa unë të shkoj të e pa që unë nise për në lavamane, ndërkohë, ne dim çfarë zgjedhim, dim me çfarë gatuajmë dhe dim çfarë ju propozojmë në mënyrë shumë të sinqertë sepse gatuajmë live këtu në studio, kështu që asgjë nuk e fshehim dot, si kur realizojmë gatime të ndryshme, brumin për shembull që nuk ke si e bën, të vi edhe të hapet ajo peta ashtu me duar nëse nuk është mielli cilësor. Dhe këtë miell sigurisht që na e mundëson kompania Atlas me mielin Olaj që ju e gjeni në treg në paketime të ndryshme ku lehtësisht mund ta identifikoni dhe nga ngjyra që mban çdo paketim, sigurisht është shpjeguar me detaje edhe në emërtimin që mban si për çdo pako e miellit Olaj, si tek mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli i mistrit, i bardhë, i verdh, mielli i thekrës, mielli për ballokume, mielli farin ap që vjen në paketim të madh po dhe në paketime më të vogla, posaçërisht për të bërë thjesht një ëmbëlsirë të shpejt edhe një kek ashtu që ka brenda edhe pluhurin fryrës apo aroma të ndryshme, ndaj nuk i duhet gjë tjetër. Nëse doni mund t'i shtoni vezë për shembull, se i jep shije dhe butësi dhe e fryn akoma edhe më shumë keku dhe çfarë veze. Vezën Vitale, cila është cilësi në 4 stin, super e sigurt e shëndetshme në të gjitha vlerat ushqyese që përmban një kokër veze. Domosdoshme në dietën tonë ditore apo javore në mënyrë të veçantë më shpesh akoma tek fëmijët, por sigurisht që duhet të jetë pjesë e dietës sonë për të marrë në mënyrë të veçantë proteinën, por të gjitha vlerat e tjera ushqyese që ai përmban. Meqense përmenda fëmijët, unë e di shumë mirë që i kanë dëshirë ato vaktet e shpejta, shpesh janë nazeli në ushqime dhe jo më kot ne këtu her pas here bëjmë receta për fëmijët apo si t'ja sjellim një ushqim sa më të pranueshëm. Edhe duam apo s'duam, i duan ato sanduiçet për t'i marrë me vete, për t'i ngrënë në mëngjes, për në mbrëmje, nëse udhtonin në fundjavë, nëse bënë një piknik, nëse shkonin në plazh, salçiçet vudi janë gjithmonë aty sepse janë zgjidhje e vakteve të shpejta, plot gëzim siç aja na e sjell. Këto kisha për t'ju thënë. O, sa mirë Anila, dhe një kënaqësi sepse dhe unë dojta, do me thënë duke shikuar se çfarë tani do të dëgjoja me vëmendje. Se shoh që je bërë gati për diçka tjetër. Shiko, këtu ka ujë të ngrohtë dhe thash që këtu do të shtojmë edhe pak. Si shikoni, domatet kanë qenë, do me thënë, me lëngje, edhe, por sigurisht që duam të ndihmojmë edhe pak. Edhe hedhim ujë të ngrohtë. Shumë mirë. Dhe do të vazhdojmë Kaq. të lëma, po jo, po. Asnjë, do me thënë, nuk ka nevojë për më tepër. Asnjë pikë më shumë, do thoya. Asnjë pikë më shumë. Që është e vërteta, asnjë pikë më shumë. Është mjaftueshëm. Do me thënë, e lëm të zihet në temperaturë të ullët, sa më ullët jetë, aq më mirë. Sikur ta lëni dhe tek njëshi, dyshi, do me thënë, dhe ta lëni që të bëhet avash, nuk e keni idenë se sa e shishme bëhet vetëm me lëngjet e domates, pa shtuar fare dhe ujë. Dhe në momentin e fundit pastaj do të shtoni edhe si thua 5 minuta, 10 minuta të lëni edhe këto patëllxhanat edhe kungulleshkat që kemi vendosur në furrë që të na piqen, i shtoni brenda dhe ç'të hani, pastaj dhe majdanoz në fund për ta serviru shumë mirë. Me çapa, me të ngjyrë. Por më duhet Anila të nxjerr sepse në furrë un kam vënë një bukë me ullit. Patjetër, atë që Kati e bën gjithmonë. E kam pjek në tenxhere kësaj. Me këto bukë ti që na i bën nga 2 nga 3 dhe ne i ham të ngrohta, deri në fund të sezonit do jemi ca kile më shumë. Dhe tani në verë që s'duhet jemi Kati, ama se shi ka dalë. Fantastike. Ta mbyllim se dona duhet prap kjo fura. Se kemi dhe një tjetër bukë të që duam të tregoj. Nuk e di se të dalin kaq të mira. Po nuk është se më dalin mua. Ata vë këtë kapakun këtu? Po, tamam, një nuk e di punë. Edhe të ngrohtë ke. Të vëm këtë që kemi dhe të ngrohtë edhe tani. Edhe kjo është e ngrohtë, po. Do të lëm një çik të kulloj besoj. Do ta lëm, po do ta lëm në pecet. Me pecet. Kujdes duart. Njëra ke me dorez, po tjetrën me ke të zbuluar. Ja. Edhe tenxheria bosh. Dale të shikojmë, a është pjekur nga fundi? Ju thash pak më përpara, bëjeni një bukë vetë, dhe duke parë këtë bukën kështu, a mund t'i rezistoni pa e bërë vetë? Edhe me ullin brenda, dhe do bëjmë një salat me këtë bukë. Dhe bëjt një salat shumë e mirë. Dhe kështu, Kati na ka quar në fshat sot. Me një bukë me ullie, me një salat verore,
s'ka më mirë. Tani, Ta mbështjellim atë bukën e vetë në atë pecetën tjetër. Po, se i hapëm oreksin kështu nga shtëpia. Ta fshejmë. Si thua? Jo, thjesht ne duam që jo për ta mshefur, po thjesht e duam që të, sa e mirë ka dalë. Që tamam bukë fshati. Po, pra, po. Edhe për ne është bukë djatë domate thash, ndaj thash që po na çon kështu në fshat sot. Ta heq të? S'duhet më? Nuk na duhet më. Faleminderit Anila. Ja, kjo është. Ndoshta e panë për momentin anvisat, le ta afrojmë diku këtu ta shohin mirë, se me këtë bukë do bëjmë këtë sallatë. E shikoj të ka dalë pak këto ullint. Kanë dalë pak. Tani mirë është që ne vetë ta mbulojmë faktikisht, sepse duhet që të zbutet. E mbulojmë dhe e hapim përsëri pak më vonë. T'ja kryejmë proceset të gjitha deri në fund siç duhet. Edhe për të neve kemi lënë atë dhe të zbulojmë këtë brumin. Që si mund tani të bëjmë, do me thënë, këtë brum, ta kthejmë në këtë bukë. Po. Dhe më mbrapa në fund fare, nëse kemi kohë se sigurisht që kemi bërë dhe herë të tjera mënyrën se si përgatitet brumi, thjesht me miell, me maja, përdorun këtu brenda, do me thënë edhe krip, edhe pak sheqer nëse doni mund edhe mos i hidhni fare. Faktikisht e kjo buka kam bërë 2 përzierje miell, gjysëm. Pra, kam 1 kilogram miell dhe kam hedhur gjysëm integral dhe gjysëm miell për çdo përdorim. Dhe na është bërë ajo buka, do ta shikojmë pastaj kur do ta hapim. Kjo do ta shikojmë domethënë edhe nga pjesa e ngjyrës. Ndërsa këtu kam vetëm miell ola, domethënë që është për çdo përdorim. Okej. Pra, i ke sjell në 2 variante, kjo edhe për të treguar zonjave se si del nëse i përzihem 2 lloj mielli bashkë dhe si ndodh nëse duam vetëm miellin për çdo përdorim. Më të përdorurin duhet thënë, ashtu siç mban edhe emrin, megjithëse hapësirën e gjen në të gjitha llojet e recetave ku mielli duhet të jetë i pranishëm. Tani shiko, ato patatet edhe specat, pse i ke aty? Ato janë një sallatë më vete. Domethënë është thjesht të tregojmë anvisave që për shembull patatet, pjekim specat në furr, i kam të pjekura dhe kam hequr pjesën e lëkurës, do t'i hedh djathë të bardhë, do ta tregojmë në një moment tjetër, domethënë, është një salcë me uthull, me vaj, ulliri dhe me këto, bëhet shumë e mirë, një pjatë e shijshme. Janë pjata të shpejta, të shijshme këto tani, faktikisht dhe sigurisht janë të shëndetshme, nuk janë ashtu kot, gjëra koti. Janë ashtu kot. Jo, janë kot. Të fillojmë domethënë që të bëjmë bukën për ta vendosur edhe këtë në furr. Por, dale të shofim tani, ki mielli është për çdo përdorim. Anadela, po s'nadel. Ajo është miell misri i bardhë. Kjo është miell misri. Pritse nga që e kam të hapur tani këtu. Për çdo përdorim, miell misri i bardhë. Ja, më kam këtu se e mora që parë që më duhesh për që bëre brumin për ta patur gati. Tani, unë lexova para pak vetëm recetën e mishit me patullxhan. Kështu që le t'i japim kohë zonjave zotrive që po na ndjekin dhe duan të shohin edhe përbërësit që na duhen për të përgatitur bukën me ullin, që ne e nxorëm nga furra dhe jam e sigurt që kur e shihni kështu të pjekur që lëshon ende avull, ju vjen dëshira për të bërë një bukë në shtëpi. Na duhen 1 kilogram miell, 650 ml ujë të vakët, 1 lugë maja, gjys lugë sheqer, 2 lugë vaj ulliri, 150 gram ullin pa bërthama, rigon, rozmarin dhe 1 lugë krip. Kjo është receta të cilën në pjesën e dytë, sigurisht në varësi edhe të kohës që do të kemi, do të tregojmë se si përzihen të gjithë këto përbërës bashk, duke e kthyer në një brum, të cilin duhet ta lëm të vi patjetër. Do të bëjmë një sallatë me patate, speca dhe djathë. 4 patate që i kemi zier përpara, i pat pak më herët, 10 speca të pjekura e të pastruara nga lëkura, na duhen 100 gram djathë, vaj uthull, do të bëjmë një salcë, pra do ta tregoj Katerina pak më vonë për t'i servir dhe për t'i dhënë akoma edhe më shumë shije, shoqëruar dhe me krip, piper dhe rigon kësaj sallate. Dhe sallata verore që duke filluar që tani e deri në shtator nuk ndahet nga tryezat tona. Sigurisht që bukën e kemi bërë vetë, ndaj do të presim 3 feta bukë të bërë vetë në shtëpi. Na duhen 2 domate, 1 kastravet, 1 qep mesatare, 4 lugë vaj ulliri, 3 lugë uthull molle, gjysmë filxhani me ujë, krip, piper dhe gjethe borziloku, që i jep edhe atë, duket si detaj vogël ajo gjetja e borzilokut, po i shton ai shumë aromë, freski dhe e përshtat akoma dhe më shumë me stinën këtë sallatë verore. Atëre, e ka shtruar Kati, e kam pudrosur pak këtë pjesën e tryezës time. Sa ka qëndruar brumi për të ardhur? Shiko, 1 orë e gjysëm e lënë anvisat. Kjo e kam thënë dhe herë tjetër, varet nga temperatura e ambientit. Nuk varet nga sasia. Tani që jemi në ditë të nxehta, nëse s'kemi kondicionerin në shtëpi të ndezur, do me thënë bëhet më shpejt gati.
Okej. Ta iqim këtë. Dhe që në pamjen e brumit kuptohet se si do t'jetë dhe buka brënda, pra ajo buka me fije që themi her pas here, që edhe me dorë mund ta këpusësh një copë edhe... Tani, e ja. Më thënë hapet kështu. Edhe pasi e kemi të hapur në këtë mënyrë, do të shtojmë ullin, rigon, nëse doni edhe rozmarin. Faktikisht këto janë mënyrat të ndryshme, bëhen me spec, bëhen me bishta qepe të njoma, bëhet me djathë të bardhë. Do me thënë mbushje të ndryshme, shije të ndryshme. Po. Ja kështu. Tani kemi ullin, se do palosin këto dhe do futem brënda. Po. Është mjaftueshëm për masën që neve kemi. Po, sepse kemi bërë më pak, si do që ta ndodh gjithmonë. pudros edhe me rigon. Me shumë shije dhe i shkon shumë rigoni, ulliri, do me thënë shkojnë shumë. Po, djathi, ulli, rigon, janë kështu si përbërës që Duan, vinë. disa ta bëjnë akoma edhe më të shishme. Anila mund ta bëjnë spërkasin dhe me pak vaj. Edhe me pak vaj. Mund të shtojnë dhe copsa domate brënda në këtë lloj buke. Pastaj kemi të gjitha brenda në bukë, nuk ham asgjë tjetër. Po mirë, sado që të ashtu. E di se sa shije jep ky vaj brenda. Ashtu, ë? Po. Ja, kështu. Kështu e ke dhënë formën dhe asaj me këtë Po, palosjen? kështu me këtë palosje dhe Sa vjen bukur rritet ka vet ajo pastaj. Tani si që kemi, mirë është ta vëmë në tenxhere me kapak. Do me thënë, bëhen më mirë, bëhet më krokante, me avuj të ndihmon edhe bëhet më mirë. Tani nëse nuk keni ju tenxhere me kapak, unë ju tregoj edhe mënyrën se si mund ta bëni edhe në një tavë të tillë, që mund të vendosni, nëse është, do me thënë që është delikate dhe nuk na ngjit poshtë, sigurisht që i hedhim pak miell, e spërkasim me pak miell, e bëjmë si bukfshati. Në rast të kundër mund të vendosni edhe letër buzhine. Po, siç e kishe bërë ti në rastin e tenxheres që nxorëm nga furra. Pra të gjitha alternativat ka aty na i tregon se ju mungon letra edhe... Po, mund të mos kenë letër në shtëpi. E zgjidhni me miell. Ja, kështu. Gjithmonë palosjet janë nga poshtë, që të japi mundësi që të japi volum bukës të ngrihet. E kuptoj. Edhe ja, e vën këtu. Shumë e lezetshme. Mos e shikoni se është kështu, ajo do mbushet. Po. Do mbushet do fryhet ende, do rrisë. Tani, kjo nuk ka nevojë tani që ta lëm që të vi më. E kemi të furrën të ftohtë, e vendosim do me thënë brënda, edhe i vëmë temperaturën e dur. Do temperaturë të lartë faktikisht mënyra, kur e bëjmë në tenxhere faktikisht që të marri ngrohet ajo pjesa e tenxheres, ne vëmë në 230-40, nuk e di se si janë furrat, po do me thënë është temperaturë... Mbi 200, që të ashtu. Dhe do ta kemi gati për 20 minuta, diku aty dhe nuk ka nevoj për më tepër. Tani do t'i bëj dhe një prerje kështu. Okej, ndërkohë i bëjmë ato prerjet e vendosim në furrë, sepse Kati duhet ta kishte mbyllur këtë pjesë, ndaj edhe po do kthehemi përsëri në rregull, ja, kështu. Do ta bëjmë dalim pak ato copës. Okej, ja se duhet bërë ajo palosja në formën e dur, që kur ndahet ajo sipërfaqja e parë të ketë sërish të edhe unë e bëj si bukfshati, në fakt më pëlqen me këtë me miell. Po pra. Jep atë nostalgjinë. Do vim prapë ne. Do bëjmë vetëm pak zbushim, sepse është dhe koha për të ndjekur fleshin informativ të orës 9:30. Kemi të tjera gjëra për t'ju treguar kur të kthehemi në studio. Ju na prisni ashtu sikurse edhe me Katerinën ju presim këtu në kuzhinë. Vim prapë. Tani, gjellën e bëm ne. Nuk e përfunduar. Ja, s'kam mbaruar. Prit njerë se... Bukën, po, të bëjmë të zbukurimet e tavolinës, se do shtojmë të gjëra në tryes. Shiko, që është e vërteta, Anila, faktikisht nuk është se neve mishi na është bërë gati, të themi të sinqert, koha do me thënë sa kemi vajtur. Ja 30 minuta. Po, mirë, mishi për më tepër ashtu tek dyshi që e lam ne, treshi, do shumë ko, por me gjithatë, neve si gjithmonë, neve nxitojmë gjëra, do me thënë pak të jemi realist, për të treguar, do me thënë atë... Por të gjitha hapat i tregojmë si shduhet. Pa tjetër, dhe kohën e dur e themi gjithmonë që sa më shumë, do me thënë që ta lëm gjellën, do me thënë temperaturë të ullët, aq me mirë dhe me shishme bëj. Tani unë mua më duhet të bëj, do me thënë vendosë edhe perimet brënda, edhe pasaj filloj me këto sallata që është... Ti e di radhën tënde të punës dhe pasaj do bëj 2 sallata
shumë të këndshme të dyja. A shikon se sa mirë u poqën edhe këto? Tani, Kati, mund t'i kryejmë të dyja veprimet, pra atë gjellën ta hedhim në tavë, ta kthejmë në furr. Edhe ajo bëhet, është e njëjta gjë, me thënë. E disa tash të kështu do ta bëja. Në rregull. Kështu që një stoj del, është e shija, njëjta gjë, gatimi. ose e marrim këtu, po edhe kjo tenxheria jon Është e thellë ajo. është e thellë, po që edhe kjo vendoset në furr. Po, se është me, po. Të tenxhere neve mund të ta vendosim edhe siç e kemi në furr. Po. Është një ide shumë e mirë kjo që the Anila. Po, se ka njerëz që e duan në tavë, për shembull, ka të tjerë që e duan. Nëse shija është njësoj, përbërësit janë po ato, procesi I vegatimit jep një tjetër shije faktikisht. Kur i kalon pak kur i në kalon furr, në po. furr. Me thënë, të jemi të sinqert. Kjo bëhet kur anvisat për shembull nuk duan të ndezin furrën edhe i përfundojnë E mbarojnë aty, po. Thash që nuk do t'i skuqni, po dua që ti bëjnë kavërdisje pastaj anvisat në një tenxhere. Jo të skuqen. E shkon, nuk hodhën fare neve ujë, si thuash, as 2-3 lukë soda unë, që është e vërtet atë jam e sinqert. Kjo është e mira kur gatuan me domate të freskëta, se duke i ngrirë në rende, lëshojnë Lëngje kanë, lëngun edhe perimet po. kanë vetë lëngje. Shmangim ujin dhe marrin vetëm vlerat e zarzavateve në këtë rast. Dhe të mishit, sigurisht. Ja, i lëm pak shumë tani. Përsërin temperaturë të ullët. Dhe i kemi gati pastaj në fund fare majdanoz edhe një gjellë e shkëlqyer, shumë e shishme. Nuk di, sa se do më dite. Të heqim qikto. Tani do heqim këto dhe do fillojmë të përgatisim salatat. Do përgatisim salatat. Ne vazhdojmë të kemi këtu mbi tryez bukën, të cilën do ta presim pas pak, pasi të kemi bërë edhe sallatën, se ndoshta s'na keni parë në fillim. Kjo është buka që ka ardhur sot nga kuzhina jon, do të tregojmë edhe mënyrën si ajo. Shikoni sa e mirë është. Është akoma e ngrohtë, ne do ta ha me sallatë. Është me ulli. Mënyrën e palosjes së saj Katarina na e tregoi se ka një mënyrë të vetëm për të palosur që të dalë edhe këndshme dhe me këto koret në sipërfaqe dhe kështu e çar vende se i jep një lezet dhe e kthen vërtet në një bukë fshati. Sigurisht përgatitur me mielin Ola. Jemi gati. Gati. Okej. Do filloj me sallatën e parë. Shiko, do t'i bëj përzierjet këtu unë dhe pastaj do t'i kalojnë ato që do të thotë. Do të kemi kastraveci, thikën, se me qatë të presim. Thikën, do të marim edhe pak ujë. Po ujë na duhet për atë salcën, apo jo? Po, ja do të shikojmë tani se si do të herë. Që do të thotë, kastravecin e kam të pastruar, e kam të larë. Edhe në kastraveci. Po. Na duhet edhe buka. Domate. Dhe ashtu është bukën brenda ti? Po, bukën brenda. Do hedhim qepën. Më pëlqen qepa e kuqe në sallatë. Shkon më më shumë qepa e talë këtu në ose jo këtu. Po, bosh. Që kemi bosh. Shkon më shumë qepa e kuqe në sallatë. E bardha është më e mirë për gjellë. Po. Ndërsa kjo është më e mirë për sallatë. Tani kemi dhe qepët e njoma në fakt, kështu që t'i shfrytëzojmë edhe pak. Ja i bën kështu. Me që janë të stinës. Po, fije. E hedhim dhe këtë. Nuk e ke ide se sa e shishme bëhet. Ajo që ngelet, ta marrë të presim, të marim thikën sharë faktikisht. Po, edhe mos ta përzim me aromën e qepës, bukën. Por që do të vendosim në. Si ka dalë kjo buka. Ende lëshon avull. Ja, shikon që thash që e kam të zezë, se e kam me 2, do me thënë, ngjyra. Pra, si ishte raporti i miellit? Mielli për çdo përdorim? Unë e kam bërë në masat barabarta. Gjysë e gjysë. Nuk është se tani.
është e ngrohtë faktikisht, nuk duhet buke ngrohtë. Po, duhet për ftohtë. Duhet e ftohtë, sepse tani kjo do na qulloset neve faktikisht, por duhet ta kishim nxjerr pak më përpara, nëse më. Po tani Nuk është se do ta hedhim të gjithën këtë, prita heqim këtë thikën se s'na duhet. Të hedhim korret më mirë që mos na... Po, me që se janë më të forta. Janë pak më të forta, edhe këtë kore. Këtë zduar të korën për marun. Mere. Ke edhe kësa e rigon, në? E ka shjenë e rigonit. Shumë e mirë është bërë. Bëjni këtë bukon. Edhe unë do ta bëj. Ka dalë shumë e mirë. Tani, ajo që ngelet, tek kjo, do me thënë, na duhet në gjysë filxhani ujë. Prit, ta hekin këtu. Ujë, vaj. Duhet ujë, vaj. Duhet të rigon. Kripën ku i kam? Ku, na humbi kripa. Kemi kripët. Ku shë mori kripët? Ska gjë. Ku qudi? Që na u bë kripët për qudi? Po shiko, ne i hodhëm? Ja, mo ja, se kemi vën këtu. Qdo kripa aty? Shiko, jo qdo, E ke vërre që dhe në shtëpi të humbi një herë gjërat që ti i ke parasyve? Hoqëm neve nga vëndi këtu. Neve. E hoqa unë thuaj. Të vendosa dhe ti brënda. Ska gjë. Tani këtu, faktikisht, tani kjo pse edhe bëhet? uthullën. Aty do vendoset buka? Të bëhet lëng. Po, dhe kur kemi bukë të fort bëhet kjo, nuk bëhet me bukën e ngrohtë. Po, dhe e thith buka? E thith buka dhe bëhet e shishme. Me lëngun e domates, lëngun e qepës, të kësaj që kemi hedhur, të rigonit, të vajit, të uthullës, bëhet një shije shumë e mirë. Po thash që nuk duam këtë bukën e ngrohtë. Po, kjo është akoma në nxerë ambull. Gjithsesi ne po tregojmë ato ne do topozat të që hedhim këtu. Si mënyrë. Edhe kjo hidhe, do me thënë, tek buka, spërkatet buka fillimisht, buka e përthith, kur është buka e fort, po, e thith me njëherë këtë lëngun. Hidhe në një kore tjetër, Anila, se me që kemi këtë lëngun e mirë. Ta hedha ty e ta haj? Jo, hidhe këtu. Ta hedha ty? Hidhe këtu ta plotësëm, se do ta kalojmë pastaj në... Eja. E hedhim tek buka, zbusim bukën, dhe pastaj bëjmë edhe një përzierje të sallatës. E kaq, ka ti kaq, mos na mbaroj gjithë bukën. Mirë, kaq. Tani këtu e përziem këtë. Ja. Në këtë mënyrë, edhe i hedhim edhe borzilok tani këtu. Ku e kemi atje. Do t'ja e të shtip borzilokun, Anila. Po. Se ke idin se sa i shishën bëhet ky lëngu. Por tham që nuk duam bukë të ngrohtë. Po, që mos na qulloset, duhet bukë e ftohtë. Buka që ka mbetur, bukën që pas herë e përdorim pikërisht për gatima. Se ka pak. Për qofta, për brusketa, për trana. Sa e tani trana, është vap? E, ka që e ha, nuk të... Po, hajt, edhe trana edhe tani. Bëhet buka shumë e shishme me këtë lëngun që neve përgatitëm. Edhe njëkohësisht edhe domatja, do me thënë në verë janë më të mira domate se sa në dimër. Dhe i keni të gjitha brënda, nuk e hanë salatën me bukë, se keni bukën aty? E bukën brënda shien dhe thash që zbutet dhe bëhet shumë e shishme. Ta edhim të gjithën tani neve, se... Edhim, po. Edhe gjethet e borziloku tani do t'i përhapësh. Kështu të më dha si që janë në copëza? Fleta. Fleta. Që të duket e... Ata hedhim këtë lëngur. I da, i lëngu duhet, a i e bën diferencën. Ky lëngu është që bën diferencën. Tani në fund fare, ti shtojmë dhe pak vaj ulliri. Shumë mirë. Sa aromë të mirë ka borziloku. Shikon borziloku. A i plotëson atë shien përfundimtare dhe ky vaj ullirit në fund. Dhe kjo e bën tamam verore salatën. Edhe çto hani pastaj. Fantastika. Me këtë ngopesh. Nëse doni pastaj, sigurisht që mund t'i shtoni dhe pak djath të bardhë. Nëse doni. Si thua ti? Si më falë se po isha përqëndruar në... Nga e do tani, nga cilane do. Këte shikohet më mirë, kamerat, nga e Kush do ta marrë? Zbukurimin e fundit e përgatiti Anila, e bëri Anila. Fantastike.
Tani, Të lumshin duar tani. të lumshin duar ty. Mua thjesht më pëlqen shumë plot ngjyra, solli aromën e verës vërtet kjo sallatë bashkë me bukën që nuk duhet të rini pa e përgatitur. Tani, do bëjmë dhe sallatën me patate? Po, do ta përgatisim dhe atë sallatën me patate që është... Ndërkohë, ti shoh edhe një recetë atun? Po, Ti shohim, doni, besoj se e di që na ankoj njerë pasere që na i nxirrni pak më shpesh, i lini pak në ekran. Mahan, hundët. Mish viçi me patolxhan e kungulleshka. Na duhen 2 qep mesatare, 2 thelpinj hudhra, 6 racione mish viçi, 2 patolxhan, 2 kungulleshka, 5 domate, gjysmë lugë salcë domatesh, 1 gjethe dafine, 1 filxhan lëng mishi, majdanoz, krip piper dhe del një gjell e shkëlqyer. Ashtu me lëngjet e veta për të shijuar me një bukë me ullim, pse jo, të cilën duhet ta përgatisni dhe këto janë përbërësit. Na duhet 1 kilogram miell, 650 ml ujë të vakët, 1 lugë maja, gjysmë lugë me sheqer, 2 lugë vaj ulliri. Na duhet 150 gram ullinj pa bërthama, rigon, rozmarin dhe 1 lugë krip. Sallatë me patate, specat e djathë. Këtë do të bëjmë tani. Pra, zjeni 4 patate më përpara, pishni 10 speca, pastrojni nga lëkura, bëni gati 100 gram djathë, vaj, uthull, krip, piper edhe rigon. Dhe kjo është ndër ato sallatra që her pas here kur nuk kemi bërë gjë për drek, kryen dhe vaktin e drekës shumë mirë. Se ka perimet brenda, ka specin, ka pataten që të ngop. Dhe një sallatë verore që të shkon të gjellës dhe bukës që bëm sot, është kjo, me 3 feta bukë, 2 domate, 1 kastravec, 1 qep mesatare, 4 lugë vaj ulliri, 3 lugë uthull molle, gjysmë filxhani me ujë, krip, piper dhe gjethe borziloku edhe ju bëft mirë. Në pak sekonda bëni një pjatë që keni edhe bukën brenda, nuk shtoni asgjë tjetër, për darkë do ishte e shkëlqyer apo jo se ka qep. Po ndoshta edhe për darkë. Ka ti, ku je? Jo, se digjoj qik mua, jo qepa nuk është mirë, është edhe për mbasdite, për darkë. Hajde, dhe në darkë thua? Hajde, pse, qa? Po do flesh gjumë pastaj. Po, nuk ka problem, se kjo qepa është e ëmbël, nuk ka të s'ka të aromën e forte edhe. Pastaj kur e përziem dhe me ujë me këto gjëra, ikën. Po, me ushullën me, po. Qepa jep atë, si tu është më shumë, kur e bëjmë në rende, aty e lëshon më shumë. Edhe lëshon më tepër atë forcësinë e tim, ndërsa kështu kur bëhet dhe në ujë dhe bashkëpunim me gjërat e tjera me uthull me këto, ja zbut atë erën. Sidomos qepa e kuqe që është shumë shumë mirë. Tani, kemi 6 minuta kohë, mjaftueshëm për të servirur gjellën dhe për të bërë këtë bashkimin e këtyre përbërësve. Se që është e vërteta, të them të drejtën, nuk ka nevojë domethënë që të tregoj, thjesht unë dhash një, si ta imagjinojmë ose si ta sugjerojmë një ide, që thash me patatet e cilat i kam të zira, specat i poqa në furrë, me që nëse sot furën e kemi pasur që pregatitën bukën, i poqa, i hoqa pjesën e lëkurës, se që shikoni janë të pjekura. Edhe ka një tjetër shije, që vendosim në furë të piqen, i spërkatim me pak kripe dhe me piper dhe vaj, dhe vendosim në furë. Vaj ulliri, vaj zakonshëm, çfarë të ndodhet juve në shtëpi, nuk ka problem. I hiqni pastaj nga fura, kjo është një sekret, kur i heqim nga fura, duhet me patjetër t'i mbuloni, nëse me ndonjë kapak, në një pjatë, në një gjë që të zbuten, që të heqim lëkurën kollaj. Do me thënë, kur zbuten, atëre ato e heqim sa më kollaj lëkurën. Tani këtu do të hedhim edhe copza djathi, i shkon shumë e bëjmë, prandaj nuk hodha djatha atje, mendova që ta shtoja këtu djathin. Po, shumë mirë. Edhe ndërkohë që edhe këtu shkon pastaj prapë rigoni. Po, vërtet. Ta shaj mirë këtë bukën. Edhe kjo një sa ju vë. Ska koma, po e ka marrë atë koren nga sipër. Atë duhet të tregojmë më, ta nxjerrim për momentin pastaj, që ta tregojmë që se si ajo me njëherë e merr atë, si të thuash, atë pamjen e bukës. Po, i shkon këtu shumë rigoni edhe kësaj lloj sallate. Tani bëjmë këtë përzierjen me uthull prap, me vaj ulliri, edhe me krip. Të duhet kjo e vogla apo i përzien me... Ma jep, kemi mjete. Tani mjete kemi plot. Nëna të shkreta me një pirun, me një gjë i bëni të gjitha. E vërtet. Këtë që do të thoshja është se në momentin që shtojmë vaj, duhet ta hedhim kështu në mënyrë graduale, si fije përi, me qëllim që të lidhet, të bëhet një salcë e lidhur.
kjo lëngu që pregatisim. Bashkimi ju thudhës me vajin e ollirit e bën atë më të trash, më kremos. E lidh edhe e bën kremoze. E shikon si vjen edhe bëhet kremoze? Ja dhe pak ta të përzim, dhe do shikoni që na bëhet një salcë e lidhur dhe themi ne po. Ndryshe kur e hidhni veç uthullën, veç vajin, veç këto, ndryshe kur bëhet kështu. Si themi ne Kati? Po, si na u bë. Na u lidhje. Kati dhe mënyra jote të folurit është. E shikon, ja kjo. Kjo është salca e mirë. I vum dhe një emër kësaj salca. Na u bë e mirë. Shumë e mirë. Edhe këtu shkon borziloku pastaj. Ose këtu do të pëlqeja shumë edhe në energjik, nëse doni për shembull. Por janë këto të verës tani, këto sallata të ndryshme të verës. Shumë të mira. A ka qëndruar bukur ky djathi këtu apo? Kati. Qesh. Ska gjë. Shumë bukur ka qëndruar, si s'ka qëndruar. Ja. Ku ta vëmë tani, ku duhet këtu? Ja, bukurie, ke ku do ta vësh ajo shkëlqen. Ashtu. Atja vëmë dhe kësaj një sotopjat. Ja vëm. Ti kemi të gjitha. Edhe, shiko, ta kthejmë të bukën kështu. Vendose bukën si të duash ti, unë thjesht ti vendosa ati. Ja, u hapëm Rex nga shtëpia, pritë kemi dhe gjellën. Prit tani, kemi edhe këtë gjellën. Edhe gjellën të fundit. Ta afrojmë diku këtu. Edhe. Po. Kati sot, e ke vërre që kam përshtypjen që gatimi është dhe çështje energjie. Gjendjeje, kur je më mirë, edhe në shtëpinë ndodhe, ti mund të gatuash po njësoj, po jo gjithmonë të del njësoj. Është e vërtet dhe nuk është se jemi gjithmonë në gjendje të mirë. Pra, ja sot për shembull kanë shkëlqyer të gjitha njëra më mirë se tjetra. E po tani. Ka një gjë sot ndryshe. Nuk e di. Ja. Ja, shëndet. Shëndet. Ja, sedh më, vesh se thjesht duham ta pastrojmë çik tani. Tjetër ja la shumë letrën e kisha. Ja, kemi këtu poshtë. Po. Pastrojnë çik lutem. Ja këtë pjesën këtu. Po, ja, një herë. Edhe kësaj tani ndonjë majdanos, nëse doni mund t'ja hidhni dhe këtu brenda, por me thënë drejtën le ta lëm kështu me ngjyrat e veta se kemi hedh atje jeshile. Po. Edhe mua më duket mirë. Veç se doja të thosh jam visave për këtë gjë që sa më shumë ta lëni, atë jam e kësaj gjëje. Unë nuk dua që gjella të bëhet shpejt. Gjella duhet të bëhet avash. Lëreni edhe sa më shumë, do me thonë temperatura e ullët në 2 tek 2 ta lëni, ajo bëhet aq e mirë dhe s'do lëngje fare. Vetëm me lëngjet e veta, sepse perimet kanë lëngje vetë. Edhe mishi, kur e lëm që bëhet, do me thënë, në temperaturë të ullët, a i piqet vetë. Nuk ka nevojë të shtoni ujë. Kur shtoni ujë, i prishni komplet shihen. E vërtet. Kështu që ndërkohë që mësojmë si jemi me kohën që kemi në fund. Ai sa për të thënë të lumshin duart edhe faleminderit për shihen që faleminderit e dashur. Shpresoj që të ishin gatime të vlefshme për tërëzat familjare të anvisave që po na ndjekin. Uroj si gjithmonë një ditë bukur në vijim. Mos hezitoni të përgatisni në familjet tuaja, bëjni qoftë edhe për të shtunë të diell, sepse vërtet edhe për një ditë feste, nuk është e thënë sepse në ditë feste do të kemi gjithmonë mish të pjekur, edhe këtë mishin kështu me perime, është shkëlqyeshëm. To sallatat që bëm, sigurisht shumë mirë, buka, pra të thjeshta, të shpejta, të shishme, të shëndetshme. Ta heqim atë se si na u bë? Ta heqim vetëm pak sekonda, se jemi në fund e di që duhet të ngutemi. Thjesht ta tregojmë dhe këtë. Thjesht ta tregojmë, meqense ju e pat palosjen që bëm të përthyer nga poshtë, spërkatjen me miell të tavës dhe për të kuptuar që është e njëjtë edhe mënyra që kemi bërë bukën e bardhë, thjesht kjo ka dalë më e bardhë se kemi përdorur vetëm miellin për çdo përdorim, ndërsa buka tjetër është bërë me miksim të miellrave. Do akoma kohë kjo për të bërë gati? Ndajmë gati se s'kemi kohë më. Atëre, faleminderit e dashur, thamë dhe më përpara neve anvisave, kështu që... Ja tha mirupafshim. Unë ja thash. Unë ja u them pak më vonë se do kthehemi prapë pas reklamave, publicitet kemi.